Po ju thiri, unë im riza nga fshati Balaban, përkatësisht e kemi qetësim pej kur ka qenë kryetar Shpend Ahmeti, pastaj Selim Pasolli, disa herë juna, personalisht juna keni pasaktu termin të Selim Pasolli, jemi një 15 shtëpi, jeni bosi lagja Sabra Shatila në Palestinë, për një rrugë këtë 1 kilometër, kanë shtru në 2022 1 kilometër, hala pa i në fshat në zonë malore e në met midis loqi. Edhe se dhja ke mundësi me pyti kam prej drejtorisë infrastrukturës komunale në Prishtinë, tash drejtori sa është bo deputet, dhja ka më farzët shpija aty, te kryetari për parim Roma, për para shkon njeri e takohet me Donaldin në Amerikë, se sa me kryetarin tonë. Pajtoj këtë, ja, është i në zonë kryetari është. S'ka mundësi me bo kur të emin, as nuk prano kërkush, as me hi në artë me bisedu me dikan. Edhe jemi në halë, është të boldin me kolisa për bëjë mijën. Tash, njëre është vjetë, ka qenë gati të vjeshta, jo krye prokurorimi, ja keme filluë, jo saktue kompania, tash nuk dhjetë kur gjamo, që prej 2015 jemi në halë të mënue, gjithdo here, për dive të marë këtë katuni e me qitë dhe qadrat e komuna. A ke mundësi, zotë Arben me pyti kanë, a bonhët në herë ja për shpërngulmi tonë. Një pyetje kam, sa shtëpi jeni aty që banojnë, që jetojnë aty me regull? 12 shtëpi. 12 shtëpi jetoni aty, 15 jeni gjithse. 15, ka njerëzit kanë filluë me shpërngull pe qyteti, me punu e bëshësi, me marë me blektori, por nuk ki mundësi me qua kur gjam, kur par materialin dërtimor, kur gjam, ata banor që jemi këtu, me faqe zez, balafaqohemi çdo ditë, se vjen është zonë malore, edhe kur bje shi gjithë shka e banë, mënohemi ka pak me me tu vetë, si të bje një shi, apet e qëtë në ljumë edhe kur gjë, kur kujtë, edhe nuk ka shumë e madhe, se krejt 1 kilometër në vynë dhe në qendër fshatrit, ato rrugisat e lagjeve, duhet me balafaqu në vetë. Edhe nuk ka shku me disë par shumë në komunës Prishtinës, nuk kanë lonë para zgjedhjeve, nësë një mahal të fshatat rreth Prishtinës, dhe në derë garajën nuk ka shtu asfalt. Edhe pse ka qenë një par regulore që si vjetë s'ka asfalt në për fshatrave zhavër, kanë shtruë, tu e fillu e preja e valije, Makose, Lukore, Lebon, të në shdove. E të ju ashtruan zhavër apo jo? Jo, po na me zhavër për lypën pas zhavërës për s'pëna binë. Si quhet emri rrugës? Brahim Beka, fshati Balaban. Pa, ka emër rruga, apo? Ka emër. E ka të vendosur nga komuna, apo? A? E ka të vendosur nga komuna emrin rruga, apo? Po, është e vendosur, është që disa herë bo projekti për atë rrugë, në 2022 e kanë shtru një 1 kilometër, tash jemi me të halë, halo pa hinë katun, se veç zonën malore o krye, halo pa hinë fshatë edhe aty zonë malore, nuk mujë me deportu heq. Unë e kërkes për ju i na këni pandimu, disa herë për 2015, bilem kujtuat një takim, fal juve, jena taku me Selim Pasollin atëhere, e na pa premtue, na pa thonë qelim bunore, gjithë shkaja, së bo kur gjajë, tash ishala nuk shkojnë dhe të zgjedhjet komunale, se që të rapet premtujnë e zbot kur gjajë. Një pyetje kam, çfarë ju kanë thënë atëherë, kur keni qenë? Po, unë edhe javën e kalume kam qenë drejtori investime kapitale, pas pata me kam e bisedu, për thonë që është krye projekte saktue kompania, edhe vjetë nga ka thonë që shtu, tash e kemi unë besimin, edhe vjetë ka thonë, po dhe në shtator ka më kry ke punë, kry kompania, kry të një janë ku dikush përkërin publik, të një apet u shqyrtua e situatë, kemi fillu e me njerën të toras, nëndoras, heq, tash apet në thanë njëtën gjanë, po kemi fillu e saktu kompania, është krya e procedur,
veç duhet edhe 20% me pague, adin për shkak të rritjes çmimeve kompanin, edhe kjo kryet, po s'ka më krya pse na për 2015 të njëjtat premtime kemi gjithë. E qartë e kuptova. Mirë, do të provojmë të flas me komunën, ndonë se tash kemi drejtor të ri të infrastrukturës atje i cili dhe mund të mos ketë informacion, do të provoj ta kem dikën nga komuna, do të provoj ta adresoj sërish. Ne lutim kështu nemën të fshatit, vetë në shpresë e kemi të ju të ta sensibilizoni, se unë e di që kanal 10 në kështë rrugë, po veç me sensibilizu dhe le dijet që dikush është gjallë në atë katun. Në qartë e kuptova. Faleminderit shumë.